Kam nusën shumë xheloze, jam besimtar, falem, ajo prap nuk më beson për asgjë. Nuk ka besim tek unë edhe çfarë mund të bëj për t'i mbushur mendjen? Do shkosh tek ijati i saj. Edhe do t'ja shpjegosh problemin se si është. S'ka zgjidhje tjetër në këto lloj situatash, se më thon ndaj është gjuna. Po ajo ka nevojë për një mësim, dhe mësimin më së miri mund të japi prindi i saj. Sepse xhelozia është dy llojesh. Xhelozi që shkatron jetën bashkëtorë dhe familjen, dhe xhelozia e cila i jep asaj edhe më shumë bukuri dhe hijeshi. Xhelozia e cila është e paargumentuar, siç është rasti i kësaj motrës, që mund duket më shumë me shenja e para të skizofrenisë. Pra ka një lloj skizofrenie që quhet skizofrenie e fshehur. Kjo është lloj skizofrenie, se mund dyshoj gruaja për shembull se burri vjen gjithmonë për shembull, të them pa arsye vonë, okay, ka arsye. Për shembull tash si shembull kot. Po që dyshoj për çdo gjë, ku je? Ja po si ishe, ja po ishe. Kjo pastaj është shenjat e para të skizofrenisë. Kështu që në këtë lloj situate, për mendimin tim, më mirë është që të orientohet pra bashkëshorti tek prindërit e saj, në mënyrë që ata ta orientojnë vajzën e tyre. Dhe ju thot 1, 2, 3, 4, 15, 20 raste, tani o merrni gocën dhe rregullojeni, ose majeni ju edhe gjeni zgjidhje tjetër këtij mohabeti. Për shembull, ose ka edhe zgjidhje më të mirë, çohet në seanca psikoterapie ose tek psikologja. I flet dikush asaj, një orë, 2 orë, do të paguash sa parë, hajër inshallah, halal qofshin ato parë, edhe ajo pastaj bjerë në terezi. Mund të jetë edhe kjo e dyta, ndoshta hapi i parë, nëse me psikologë nuk vjen terezi nga ment e kokës, me psikoterapi nuk vjen terezi nga ment e kokës, prindërit e vet nuk e sillin në terezi në ment e kokës, atëherë ti ke dy zgjidhje. Duro për hir të Allahut, kjo pastaj që sprova Zotit për ty, ose ke të drejtë ti japësh zgjidhje. Mohabet, po.